Kështu do të jemi deri në orën 13:45 me muzikë të zgjedhur dhe informacione ndryshme. Ishte Yll Limani dhe kënga Buzë të kuqe që hapi edicionin e sotëm. Sot këtë emision do të nis pak më ndryshe për shkak se kanë qenë start një mysafire dhe këtu është Shëndresa e Bibi, menaxhere e projektit forcimi qasjes shumë palshe për të parandaluar dhunën tek të rinjët dhe për të ndërtuar qëndrueshmërinë. Faleminderit që gjetë kohë dhe je pjesë e edicionit sotëm, Shëndresa. Është kënaqësi që kemi. Shëndresa, mund na flasësh pak më shumë për projektin i cili është realizuar? Po, atëherë organizata ATRC është duke implementuar këtë projekt që quhet Forcimi i qasjes shumë palshe për të parandaluar dhunën tek të rinjtë dhe për të ndërtuar qëndrueshmëri. Është një projekt rajonal i cili implementohet me organizatat nga Maqedonia e Veriut dhe organizatat nga Shqipëria. Ky është një projekt rajonal i cili mbështetet nga granti rajonal Smart Balkans me partnerët e tij, si dhe financohet nga Ministria e Punëve të Jashtme e Norvegjisë. Cilat janë pritshmëritë, cilat janë arritjet që faktikisht pritën nga ky projekt? Ky projekt që në fillim ka pas një objektiv dhe target group gjatë cilit janë arrit në këtë periudhë implementuese. Fokusi, target grupi si dhe objektivi i këtij projekti ka qenë forcimi i qasjes shumë palshe për të parandaluar dhunën tek të rinjtë. Si rezultat i kësaj është punu me institucionet nivelit qendror dhe lokal, me mekanizma rinor konkretisht të rinjtë, si dhe me organizatat që kanë fokus rinin për të i ndihmu, për të ngrit kapacitetet, për të planifiku, implementu, si dhe për të vlerësuar iniciativat në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Do me thonë, targeti këtij projekti kanë qenë mekanizmat rinor konkretisht të rinjtë, institucionet e nivelit të qendror dhe lokal, si dhe organizatat lokale. Ky projekt arritshmëri që i ka pas në fillim, padyshim që janë realizu me gjithë aktivitetet të cilët janë implementu, aktivitetet të ndryshme ku janë përfshirë të gjitha këto targetet, si në nivel lokal, po ashtu edhe në nivel rajonal. Ajo që ka ndihmu me arrit objektivin e këtij projekti është ky bashkëpunimi rajonal me institucione nga Shqipëria, Maqedonia si dhe nga Kosova, po ashtu dhe me organizatat dhe me të rinjt, të cilët zëri të cilëve nuk ka qenë aq shumë i rëndësishëm, po që fal këtij projekti ata kanë një rëndësi dhe një pjesëmarrje më kuptim plot në organizata rinore. Si është impakti në fund, cilat janë pritjet nga implementimi i këtij projekti? Ky projekt ka realizu shumë aktivitete. Kur e matim impaktin, atëherë shohim që të gjithë këto target grupet tash kanë një rol ndryshe. Nëse fillojmë me të rinjt, të cilët janë edhe grupi më vulnerabël, për këtë arsye edhe punot me ta, atëherë shohim që të gjithë këto aktivitetet ndryshme, këto bashkëpunime rajonale kanë mundësu që roli i të rinjve të forcohet, për shkak që më herët kanë qenë vetëm pjesë të organizatave, mirë po që nuk kanë kontribu mjaftëshëm sa duhet. Tash këta të rinj kanë implementu iniciativa që kanë qenë me bazë në komunitet nga vetë të rinjt, i kanë përmirësu njohuritë e tyre mbi parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, një fushë që më herët nuk është prekur nga ta, po ashtu e kanë pasë sa është rëndësishme të punojnë po ashtu edhe me organizata të tjera nga rajoni për të rjetësuar, për të shkëmbyer përvoja, gjithashtu edhe për pa se cilat i kanë sfidat dhe si mund të gjejnë një zgjidhje të përbashkët. Në anën tjetër, impakti që është arrit duke punuar me institucionet e nivelit qendror dhe lokal, nga takimet që mbajt me ta është pa se sa është rëndësishme që të gjithë kanë sfida të përbashkëta, mirë po jo të gjithë praktikojnë një strategji dhe një metodë të përbashkët në zgjidhjen e problemeve. Është pa se sa është rëndësishme që të gjithë përfaqësuesit të ndajnë përvojat e tyre, të shohin cilat janë sfidat, cilat janë rezultatet të cilët mund t'i arrijnë së bashku, ndërkaq me organizatat lokale që janë punu, është pa se ky bashkëpunim rajonal mundet me ndihmu shumë që impakti i tyre me u zgjeru jo vetëm me mbet në nivel lokal, mirë po edhe në nivel rajonal.
Është shumë interesant, faktikisht për implementimin e këtyre projekteve nevojiten shumë edhe donacion ose donator, faktikisht për realizimin e këtyre, sidomos to që janë projekte që janë të mirë të përgjithshme dhe thjesht janë projekte që ja vlen. A mundesh me na fol pak më shumë për donatorët? Po, siç e përmenda dhe në fillim, ky është një projekt i cili mbështetet nga Smart Balkans, një projekt rajonal që ka dhe organizatat partnere që implementojnë dhe që financohen nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë. Gjatë gjithë këtyre takimeve dhe gjatë gjithë kësaj punës në këtë projekt e kemi pa që sfidë për implementim të aktiviteteve si në nivel lokal ashtu edhe në nivel qendror kanë qenë fondacionet. Për këtë arsye, ky projekt ka kriju mundësi që të gjitha iniciativat, të gjitha strategjit, por edhe metodat të gjithë target grupeve të mos mbeten vetëm në letër. Do me thonë, ky projekt i ka kriju mundësi që të rinë të implementojnë iniciativat e tyre, të cilët kanë pas shumë ndikim të rëndësishëm në komunitetin e tyre, ka mundësu që të prodhohen hulumtime dhe analiza prej institucioneve të cilët kanë tregu se si është situata aktuale, cili është roli institucioneve, çka mund të këto institucionet me bo, si dhe i kanë ndihmuar që të gjithë target grupet të zbatojnë këto aktivitetet të cilët më herët kanë qenë vetëm në letër. Do me thonë, me këtë projekt ju është rrit impakti, po dhe rëndësia e gjithë këtyre aktiviteteve në praktik. Shëndreza, ishte kënaqësi që të kisha sot pjesë të emisionit La Casa de Plus. Faleminderit që ishe me ne. Unë shpresoj të takohemi edhe herave tjera për projekte të radhës. Faleminderit shumë për juve për mundësinë. Faleminderit. Ju miq vazhdoni shndrojeni në tutje këtu në 102.2 në edicionin më të ri të emisionit La Casa.